Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri. Mirë se vini në emisionin e radhës të shëndetësisë. Zakonisht kemi folur për shëndetin mendor dhe cilët janë shkaqet apo ato arsye që bien deri në një shëndet, le të themi, më të brisht mendor. Por sot do të flasim sigurisht për këtë temë, duke u ndërlidhur me atë që çfarë shërbimesh duhet t'u ofrohet këtyre klientëve për të pasur një mirëqenie të mirë të shëndetit si fizik, po ashtu edhe atij psiqik, sepse janë në lidhshmëri me njëra tjetrën. Çfarë rëndësie kanë në fakt këto shërbime të këto pacientë dhe sa duhet kemi kujdes gjatë këtyre dhënies së këtyre shërbimeve. Për të folur për një temë të tillë, ne kemi nderin që të na nderojnë dy psikoterapiste dhe atë do të prezantoj përpara jush zonjën Sema Halili. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Dhe njëkohësisht zonjën Nebehate Ziberi Meri. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që gjithmonë na nderoni. Atëherë fillimisht unë dua të, përpara se të kalojmë të flasim për temën që e përmenda, ta bëjmë një rezume të asaj se çfarë paraqet shëndeti mendor, sa është i rëndësishëm ky karshi shëndetit fizik dhe pse është kaq i rëndësishëm për mirëqenien e një individi. Kështu, shëndeti mendor është gjendja e mirëqenies psikologjike, sociale dhe emocionale të një individ, që do me thonë mënyra se si ndjejmë, mendojmë edhe se si arrijmë të përballemi me stresin. Shëndet mendor. Kur themi shëndet mendor nuk do të thotë se kemi mungesë të problemeve, stresit apo edhe situatave frustruese. Ajo çka është më e rëndësishme në këtë aspekt është mënyra se si përballemi, mënyra se si i pranojmë situatat, si i tekalojmë në mënyrë të shëndetshme dhe si në mënyrë kreative përshtatemi në ato situata të cilat mund të jenë frustruese, stresuese apo edhe në gjendje të cilat mund të përjetojmë ankth apo edhe ndonjë sulm të panikut. Ajo që thatë ju, Ariana, se sa është i rëndësishëm, për mua si një profesioniste e shëndetit mendor, në praktikën e përditshme me të cilën ndeshëm me klientët, shëndeti mendor nuk është hiç më pak i një rëndësie më të ulët apo më të madhe se sa shëndeti fizik. Këto të dy shkojnë paralelisht, sepse një brishtësi apo një shqetësim në njërin nga këto dy shëndete ndikon edhe në shëndetin tjetër. Do me thënë, një shqetësim anksios shkakton pasoja somatike dhe e bën gjendjen labile të shëndetit fizik. Andaj nuk mund të themi se shëndeti mendor ka një rëndësi më të madhe apo më të vogël. Për mua si profesioniste e shëndetit mendor, them se këto shkojnë në mënyrë paralele dhe se shkojnë në një varësi, në një raport proporcional që varen direkt njëri prej tjetrit. Mirë po, mjekësit e shëndetit fizik, ato simptomet ose shenjat që na tregojnë se ka të bëjë me një sëmundje të caktuar ose patologji të caktuar. Cilat janë shenjat që ju si profesionist të shëndetit mendor i vëreni se ky pacient për shembull ka nevojë për një trajtim? Një individ i cili deri në një periudhë të caktuar të kohës ka vërejtë se situatat frustruese, stresuese, ngjarje të cilat kërkojnë energji dhe tejkalim apo zgjidhje të atij problemit, ka arrit t'i menaxhoje vetë pa me pas ndonjë shqetësim apo një reagim si çrregullim të gjumit, vështirësi në koncentrim ose zvoglim ose shtim i oreksit apo gjithashtu edhe mënyra se si ndjen ankth, frikë, pasiguri gjatë situatave në të cilat kërkohet të reagojë në mënyrën në të cilën ka reaguar më herët. Këto janë ato shenjat e para ku individi nuk mund t'i tekalojë dhe menaxhojë mirë. Këto janë ato situatat kur një person ka nevojë të drejtohet deri tek zyra e psikologut, që do thotë se orientimi dhe kërkimi i ndihmës është i një rëndësie të veçantë kur është në mënyrë preventive edhe kur është në fillimet e paraqitjes së këtyre shqetësimeve. Sepse tek ne situatat ndryshojnë. Shpesh herë klientët kërkojnë ndihmë edhe dera e psikologut mund të jetë dera e fundit kur i kanë kaluar të gjitha dyert e tjera të kërkimit për shëndetin fizik, sa andaj prioritet tek ne është bë vetëm shëndeti fizik dhe nuk shihen të një proporcionaliteti të varësisë njëri prej tjetrit. Nëse masa, qytetarët, ne të gjithë si individ dishohim këto të dyja në raport të lidhur edhe me paraqitjen një simptome psikologjike të kërkojmë ndihmë te profesionisti i cili është i asaj sfere edhe jo të kërkojmë ndihmë aty ku dhe eksperimentohemi dhe marrim medikamente dhe në fund kur të kërkojmë ndihmë vetëm se kemi kaluar në një çrregullim.
Kur jemi këtu tek shëndeti mendor dhe njëkohësisht tek një ndër problematikat e kohës është edhe mirëqenia e shëndetit mendor tek gjinia femërore. Ju në fakt edhe keni hapur një qendër në mbrojtje të grave ose në fakt për të luftuar dhunën në baza gjinore. Të flasim pak se si funksionon kjo qendër. Bëhet fjalë për qendrën Cortex. Çfarë qendre është dhe si funksionon? Qendra Cortex është themeluar në vitin 2017, e cila është e regjistruar si shoqata e psikologëve, këshilluesve dhe psikoterapeutëve. Ajo lindi si nevojë për të promovuar kujdesin, rëndësinë dhe duke e afruar shërbimet psikologjike më afër qytetarëve. Do me thonë, sensibilizimi për nevojën dhe zbehjen e stigmës dhe shëndetit mendor u themelua me të vetmin vizion që ngritjen e vetdijes për rëndësinë e shëndetit mendor, psikosocial, emocional të gjitha kategorive të qytetarëve pa diskriminim, duke e ofruar qëndrueshmërinë dhe duke mundësuar në krijimin e një jete më kualitative dhe cilësore. Misioni i qendrës Cortex është që duke i ofruar shërbimet e saj të specializuar të jetë më pranë qytetarëve, që me kontributin dhe aktivitetet të cilat i ofron kjo qendër të bëjë më të lehtë tekalimin e sfidave dhe ndryshimin e stilit të jetesës për një stil më cilësor dhe më kualitativ në kohët të cilat janë dinamike dhe zhvillime të vrullshme ekonomike. Zonja Sema, të kalojmë pak të flasim me ju, me qenë se keni një përvojë shumë të gjatë në mirëqenien e shëndetit mendor dhe njëkohësisht edhe në qendrën të cilën bashkërisht e udhëhiqni. Të flasim pak fillimisht për historikun e kësaj qendre. Ashtu si që tha edhe Nebati, do të thotë shoqata Cortex u themelua në shtator të vitit 2017 si një nisëm vullnetare e 5 themelueseve, të cilët morën përsipër hapjen si mision vendosjen e një qendre për dhënien e shërbimeve psikologjike, këshilluese, psikoterapeutike, të cilët kanë për qëllim do të thotë prevenimin dhe ruajtjen e shëndetit mental dhe se sa ajo është e rëndësishme në të ruhet në rajonin do të thotë e Tetovës, Pollogut dhe më gjerë. Qendra Cortex do të thotë është një qendër e vetme e këtij lloji në rajonin e Tetovës, e cila jep shërbime psikologjike, këshilluese psikoterapeutike, psikodiagnostike dhe trajnime dhe punëtori me tema të ndryshme për grup mosha dhe kategori të ndryshme. Gjithashtu vlen të ceket se qendra Cortex punon edhe me profesionistët e shëndetit mendor, ku trajnohen do të thotë tek ne me trajnime të akredituara nga lëmi të ndryshme dhe drejtime të ndryshme në fushën e psikoterapisë. Gjithashtu edhe ato do të thotë nuk janë vetëm psikolog që i trajnojmë, po trajnojmë edhe do të profesione tjera humane si punëtor social, pedagog, sociolog, logoped, defektolog, mjek dhe psikiatër. Vlen të ceket edhe një trajnim shumë i rëndësishëm që vetëm se është bë brend në shoqatën Cortex, dhe ajo është trajnimi për gestalt terapi, i cili trajnim është i akredituar nga Asociacioni Evropian për gestalt terapi dhe është në gjuhë shqipe, do të thotë e vetmja në Maqedoni që ne e bëjmë këtë trajnimin është në Shqip, përndryshe në Shkup ka maqedonisht, dhe do të thotë këtë kemi në bashkëpunim me Institutin për gestalt terapi aspekti Shkup, i cili program është i akredituar dhe është 4 vite ku edukantët apo psikologët dhe do të drejtime tjera humane, që i ceka dhe më lartë, do të për 4 vite certifikohen me certifikata të akredituara evropianisht, do të si gestalt psikoterapeut, dhe kjo është, do të si që thashë edhe më parë, që është vetëm se dëgjohet, do të edhe kërkohemi për këtë trajnim edhe nga treva tjera shqipfolse, dhe këtë e dëshmon fakti që do të në trajnimet vinë edhe edukant nga viset tjera shqiptare, dhe atë mos folim për Maqedoninë që nga të gjithë qytetet kemi edukante dhe duke filluar edhe nga Kosova, Shqipëria dhe Malizi. Mund të ceki që edhe aktivitetet tjera, kemi edhe aktivitetet tjera, për shembull organizojmë seminare, workshope, punëtori me tema të ndryshme, konferenca, dhe atë me tema të ndryshme në fushën e psikologjisë dhe psikoterapisë dhe me trajner, supervizor dhe profesor nga vendi dhe jashtë.
Në fakt, në grupin atyre që kanë mbështetur, sigurisht qendrën tuaj, ju keni ndarë mirënjohje edhe për televizionin ton, kështu që edhe ju falenderojmë publikisht. Të flasim pak edhe për qëllimet që ja ka vendosur vetes kjo qendër në për shërbimin e pacientëve apo klientëve. Qendra Cortex, Ariana, qëllimi i saj është promovimi i shëndetit mental, rritja dhe zhvillimi i personalitetit dhe kontributi për një jetë më të mirë në funksionim të asaj që quhet shëndet dhe mirëqenie psikosociale në gjithë rajonin e Pollogut. Qendra Cortex, që nga fillimi i saj, filloi hofshëm me nismat e saj në aktivitete vullnetare me qëllim promovimin e shëndetit mendor dhe kujdesin ndaj tij. Një ndër aktivitetet i cili ka lënë gjurmë dhe sot e kësaj dite pjesëmarrëset që kanë qenë te ai program që ka qenë një program Mother School, i cili është realizuar në një cikël punëtorish prej 10 punëtorive, është i realizuar në bashkëpunim me ZIP Institutin Shkup, i financuar nga agjencioni Women Without Borders i Austrisë për prindërim pozitiv. Qëllimi i këtij projektit në atë kohë ishte që përmes punëtorive të krijojmë nëna, gra, agjente, të cilat të kontribojnë në shoqëri për detektim të hershëm të problemeve të periudhës së adoleshencës, sidomos në ekstremizëm dhe radikalizëm, delikuencë, ku nënat do të jenë agjentet dhe ruajtëset kryesore të fëmijëve të tyre. Duke e bërë këtë, ato nëna arritën të krijohen në këshilluese dhe këshillvënëse të fëmijëve të tyre, të cilat do kontribojnë njëkohësisht në ruajtjen e shëndetit mendor, në përforcimin e shkaftësive dhe aftësive për detektim të hershëm nëse fëmijët e tyre kanë ndonjë shqetësim apo ndonjë problem. Projekt tjetër me njëherë pas asaj ishte ku filluam të lobojmë dhe të punojmë në një projekt tjetër, gjurmët digjitale dhe rreziqet që e sjellin këto tek nxënësit e shkollave fillore, projekt i cili u realizuar me të gjitha shkollat fillore në komunën e Tetovës, me qëllim ishte që vetëdijsimi i nxënësve për rreziqet që lënë gjurmë të pashlyeshme në personalitetin e tyre të mëtejshëm, për të cilat fëmijët nuk janë të vetëdijshëm edhe lënë gjurmë të ndryshme në rrjetet sociale, gjë e cila pastaj bëhet pasojë edhe krijohen çrregullime të shëndetit mendor që pastaj dhe duhet rekuperohen. Qëllimi, siç thash edhe më herët, i parë dhe i përgjithshëm i shoqatës Cortex është ruajtja, mirëqenia e shëndetit mendor të gjithë kategorive. Pas kësaj, gjithashtu kemi pas një projekt i mbështetur gjithashtu nga Komuna e Tetovës, projekti im jetësor, i cili u kushtohej adoleshentëve apo maturantëve të shkollave të mesme në Komunën e Tetovës, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës dhe planifikimin e jetës së mëtejshme. Në mënyrë indirekte, qëllimi jonë si trajnues ishte që t'i vëdijsojmë, sepse pas përfundimit të maturës, jeta vazhdon, edhe serioziteti apo arkitekti kryesor i planifikimit të jetës janë vetë ata të rinj të cilat do vendosin se çfarë profesioni do zgjedhin, si do e krijojnë jetën. Pas kësaj, gjithashtu, kemi pas edhe projekte tjera të cilat kanë filluar të bashkëpunimet dhe memorandumet me të gjitha komunat e rajonit të Tetovës, me Komunën e Tetovës, Komunën e Zhelinës, të Arses, Bogovinjës. Kemi bashkëpunime brenda shtetit dhe jashtë shtetit me shoqata të ndryshme, kur them kështu kemi bashkëpunim të mirëfillt me shoqatën italiane EMI Itali, me të cilën edhe kemi realizuar si shoqatë Cortex disa trajnime afatgjate, gjë e cila, do me thënë, është një mision, ashtu siç tha edhe më herët, ku shoqata Cortex është një koordinatore mes shoqatave tjera, e cila ndihmon në përsosjen e psikologëve në rajonin e Tetovës, duke sjell risi për herë të parë në Tetovë. Psikologët janë trajnuar për të qenë psikotraumatolog bazik edhe për të ndërvepruar në qasjen me punën me traumat. Shoqata Cortex gjithashtu
ka një bashkëpunim të mirëfillt me shoqatën në manastir Jeta me sfida, me të cilën jep shërbime të specializuara në dhënien e mbështetjes psikologjike tek pacientët me sëmundje të rralla, gjë të cilën e bëjmë që në fillimet tona të hershme, thuajse nga viti 2019. Shoqata Cortex gjatë periudhës së COVID-19 pa hezitim i ka dhuruar profesionistët apo stafin e vet në shërbim të platformës në bashkëpunim me komunën e Tetovës, e cila ka dhënë shërbimet e saj falas në mbështetje të viktimave dhe të mbijetuarve gjatë asaj periudhe. Gjithashtu, aksionet vullnetare kanë vazhduar gjatë periudhës së COVID-19, gjatë viktimave të spitalit modular. Shoqata Cortex pa hezitim është kyç dhe kyçet në aksione vullnetare me qëllimin e vetëm për të dhënë kontributin në aspektin e shëndetit mendor ku e kemi prioritet. Gjithashtu, nga viti 2017, Qendra Cortex është antare kryesore e rjetit nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës ndaj fëmijëve, dhunës me bazë gjinore dhe në familje, që prej atëherë ka filluar në mënyrë intenzive të punoj në promovimin e shërbimeve në ruajtjen e shëndetit mendor të grave, viktimat të dhunës në familje, me të gjithashtu Qendra Cortex në periudhën e COVID-19 ka bashkëpunuar me UNFPA dhe ambasadën e Britanisë, duke i trajnuar, sidomos kolegja Sema Lili, ka trajnuar të gjithë psikologët në rajonin e Pollogut se si të japin shërbime tek gratë viktimat të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Vazhdojmë të kontribuojmë me projekte shumë më të mëdha tash, edhe zgjerimi i kësaj dukurie është vetëm ajo që do flasë dhe Sema më pastaj në vendosjen dhe themelimin e këshillimorës, të cila më është funksionale që nga viti 2021. Me qenë se në bëhati i radhitit të gjitha ato projekte të cilët ju i bëni në shërbim të shoqërisë, të flasim pak për ato aktivitete që ju ndaleni në shërbim të gruas në shoqërinë tonë. Ariana, ashtu si i paralelojmë në bahati ato që unë do i them, do thotë që nga viti 2021, shoqata Cortex Tetov në bashkëpunim me rjetin nacional kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, Shkup do të thotë implementuam projektin vendosja dhe sigurimi një këshillimore, sigurimi një qendre këshilluese për gratë dhe fëmijët viktima me bazë gjinore dhe në familje, do të thotë e cila qendër ofron shërbime të specializuara dhe falas, do të thotë për të gjithë viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, edhe ato siç janë shërbimet sociale, do të thotë mbështetje psikosociale dhe psikoterapi, do të thotë këshilla juridike dhe shërbime juridike dhe këshillim në karrierë. Kjo mund të them që ky program do të thotë e ka për qëllim që viktimat të risocializohen dhe reintegrohen në shoqëri. Për këto vite mund të them se kemi bërë një punë të madhe dhe shumë të rëndësishme në adresimin e dhunës dhe në mbështetjen e viktimave dhe në sensibilizimin e institucioneve relevante që t'u dalin në krah këtyre viktimave. Gjithashtu mund të them se përmes këtij projekti ne do të thotë në vazhdimsi kemi bërë edhe kemi nxitur komunat për të krijuar programe për mbështetje sociale ku do t'i kategorizojnë viktimat si një kategori e posaçme dhe do të ndajnë mjete financiare për t'i mbështetur ato. Gjithashtu një tjetër sukses që mund ta ceki është edhe ajo që do të thotë mbështetja financiare që arritëm do të thotë ta marrim nga komunat për qëndrueshmërinë e qendrës këshilluese për mbrojtjen e viktimave të dhunës, edhe atë do të thotë mund ta ceki që komuna e Tetovës ndan një shumë të mjeteve të mjaftueshme për mbështetjen dhe qëndrueshmërinë e kësaj qendre 2 vite me radhë. Pastaj mund ta ceki që edhe komuna e Bogovinës vitin e kaluar ndau një pjesë të mjeteve sipas numrit të banorëve që i takon asaj komune. Shpresojmë që edhe këtë vit do të ndaj. Gjithashtu ceki komunën e Zhelinës, e cila miratoi mjetet sipas numrit të banorëve për komunën e Zhelinës, por ende nuk i ka ndajt mjetet. Vitin e kaluar i miratoi. Shpresojmë që këtë vit ashtu siç na premtojnë do i ndajnë.
dua të ceki edhe komunat të cilët nuk na mbështetën financiarisht dhe nuk zgjatën dorë viktimave, dhe ajo është komuna e Tearcës, fatkeqësisht e them, që nuk ndau mjete dhe nuk na mbështetin në këtë rrugtim, edhe pse kemi pas disa takime. Pastaj është edhe komuna e Brvenicës dhe Jugonovcës, që nga fillimi nuk na dhanë sinjal apo shenja që do na mbështesin financiarisht. Mu më vjen keq, sepse ne kemi viktima nga këto komunat dhe ne, pasi profesioni jon është human, ne nuk mund t'i refuzojmë. Por komunat e tyre, edhe pse ato paguajnë tatime, i refuzuan. Kështu që dua të ceki gjithashtu edhe mbështetjen financiare të Ministrisë të Punës Politikës Sociale, tashmë se e kemi shumë vështirë që ka ndryshuar emri, do të thotë Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, 2 vite me radhë ndanë mjete financiare për këshillimore përmes ligjit të lojrave të fatit, dhe mos i harrojmë edhe bizneset vendore, të cilat bazuar në mundësitë e tyre financiare kanë kontribuar që kjo qendër të përqendrueshmërinë e kësaj qendre këshilluese për gratë dhe fëmijët viktimë të dhunës në familje. Një aktivitet shumë i rëndësishëm është një panel diskutimi që ju e realizuat si aktivitet përmbyllës, ku morën pjesë shumë personalitete të fushave të ndryshme që kanë një rol shumë të rëndësishëm në mirëmbajtjen e shëndetit mendor, sidomos tek gjinia femërore. Mund të flasim pika të shkurta pak edhe për këtë aktivitet? Patjetër, mundi i ekspertëve dhe koordinatorit të projektit 18 mujor në atë event përmbyllës e dha suksesin e dëshiruar. Vetë pjesëmarrja e përfaqësuesve nga Ministria për Punë Sociale, Demografi dhe Rini, prokurori, gjykata themelore në Tetov, qendra për punë sociale, spitali i Tetovës, shkollat dhe të gjithë këshilltarët, komuna e Tetovës dhe komunat rurale e treguan edhe njëherë edhe dëshmuan, sepse rajoni Pollogut ka njerëz që dinë dhe vlerësojnë punën e një shoqate e cila në mënyrë të palodhur ka kontribuar në ngritjen e vetdijes, sensibilizimin, sepse dhuna është një nga dukurit më të shëmtuara në shoqërinë tonë, andaj ishte koha të marrim vrullshëm aktivitete për të arritur ai event. Ai event për mua personalisht dhe për gjithë stafin e shoqatës Cortex ishte një sukses i madh, ku me vetë faktin ku pjesëmarrës dhe panelist ishin gjinia mashkullore, ku adresuan këtë problematik dhe haptas pranuam se ne jemi së bashku kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Ajo edhe njëherë dëshmoi rezultatin e afatgjat dhe pritshmërinë e ati rezultati ishte ai event i cili la gjurmë për punën e cila është bërë në kontinuitet gjatë këtyre 18 muajve. Zonja Sema, sa mendoni që këto aktivitete, këto panele diskutimi ndikojnë në fuqizimin e gruas në shoqërinë tonë, dhe njëkohësisht sa mendoni që janë gratë të sigurta në vendin tonë dhe kanë ato ku të drejtohen? Do të thotë aktivitetet e këtij lloji dhe panelet e diskutimit normalisht që janë një mjet shumë i rëndësishëm në fuqizimin e gruas dhe në mbështetjen e tyre sa i përket dhunës, do të thotë sepse rrisin vetëdijsimin, ndihmojnë në thyerjen e barierave dhe tabuve për çështjen e dhunës, inkurajojnë ndarjen e përvojave dhe krijojnë një sensibilitet mes pjesëmarrësve, pastaj do të thotë ofrojnë informacione dhe strategji të mbrojtjeje, sepse shpesh panelistët dhe aktivistët janë ekspertë të fushës dhe ato ndajnë informacione të rëndësishme që gratë aty edukohen dhe mësojnë për të drejtat e tyre, se si të mbrohen, cilët mekanizmat i përdorin dhe do të thotë ku janë burimet që ato mund t'i kërkojnë për ndihmë. Pastaj krijojnë rrjete mbështetëse mes institucioneve relevante dhe pjesëmarrësve, sidomos për gratë që janë duke përjetuar ose kanë përjetuar dhunë dhe nuk kanë informacione, do të thotë rreth kësaj, si më lehtë të qasen dhe ta adresojnë dhunën. Kështu që mund të them lirisht se janë të rëndësishme dhe janë dobipruese dhe janë në të mirë të grave. Në fakt, çfarë paraqet termi dhunë ndaj grave? Është vetëm dhuna fizike apo? Dhuna ndaj grave është një akt i dhunës i cili
do të thotë mund të rezultojë me dëmtime fizike, psiqike, emocionale, ekonomike dhe seksuale. Ky koncept në vete përfshin do të thotë kontrollin, kërcënimet, privimin e lirisë dhe do të thotë mund të rrezikojë viktimën edhe në hapësira private, por edhe në hapësira publike. Kush mund të jetë viktimë e dhunës në familje? Viktimë e dhunës në familje është çdo antar i familjes i cili mund të përjetojë dhunë nga ndonjë antar i familjes tjetër. Në të shumtën e rasteve, viktimat e dhunës në familje janë gra, të cilat përjetojnë dhunë nga partnerët, ish-partnerët, baba, vllau, kushëriri apo dikush tjetër. Nuk më njohet fakti që viktime e dhunës në familje janë edhe gjinia mashkullore, por në raste shumë të ralla apo fare mos të them, ato mund të jenë viktimë apo e ushtruar nga ana e gjinisë femrore, si mund të jetë bashortja, motra, gruaja apo edhe vajza. Meshkujt përjetojnë dhunë familjare, por në raste të ralla meshkuj ndaj meshkujt, baba ndaj djalit, djali ndaj babës, ndaj vëllezërit dhe kushërit. Shpesh herë fëmijët janë viktima të dhunës në familje, indirekte, dëshmitar të dhunës, në të cilat shpesh herë janë pjesëmarrës kur nëna e tyre përjeton dhunë dhe ato janë dëshmitar të rastit, ose direkt fëmijët mund të përjetojnë dhunë nga cili do lloj, qoftë prind apo antar i familjes. Do me thënë, dhuna në familje nuk zgjedh status social, gjini apo edhe moshë. Kur jemi këtu tek çështja e atyre ndoshta që ushtrojnë dhunë, sigurisht që ka nevojë për një trajtim të shëndetit të tyre mendor. Si mendoni, çka mund të bëjmë ne më shumë në shoqëri për të zvogëluar atë stigmën lidhur me kërkimin e ndihmës psikologjike, sepse jam e bindur nëse kërkohet ndihmë psikologjike në kohë, nuk vjen deri në paraqitjen e viktimave të dhunës në familje apo në shoqëri. Këtu e ke fjalën për dhunusin? Sigurisht. Okej. Do me thonë, ajo që ne si shoqat Cortex, target grup kemi vetëm gratë dhe fëmijët viktima që përjetojnë dhunë me bazë gjinore dhe dhunë në familje. Gjithsesi ekzistojnë shërbime të specializuara në shtetin tonë, ku i ofron një shoqat tjetër edhe ofron shërbime të specializuara dhe programe për kryerësit e veprës së dhunës, por që për t'i adresuar apo për t'i referuar deri tek shoqata hera e cila mirret me dhunusin, patjetër që duhet të ketë shqiptim të masave me anë të gjykatës dhe me vendimin e gjykatës për referim të dhunuesit deri tek qendra për dhënien e ndihmës dhe programin për kryerësit e veprës penale dhunë në familje. Do me thënë, kjo shkon nëpërmjet kësaj rruge. Dhe patjetër që viktima të kërkojë shërbim të specializuar, të referohet te qendra jonë, pastaj të shoqërohet nga punëtorja sociale e qendrës këshilluese Cortex deri tek qendra për punë sociale, punonësit social të marrin masa dhe aktivitete për të ndërvepruar, për të bërë propozim deri te gjykata themelore në Tetov, ku gjykata themelore do bëjë shqiptimin e atyre masave, një ndër ato masa do duhet të ceket edhe referimi i dhunuesit deri tek qendra për trajtimin e dhunuesve të familjes. Mirë, po për të ardhur deri tek kjo rrugë, kisha fjalën si duhet ta luftojmë stigmën, kompleksin në shoqëri se ne të gjithë kemi nevojë për të paraqitur tek psikologu. Do me thonë, stigma luftohet vetëm me anë të aktiviteteve që jemi duke i bërë ne që nga viti 2017, duke marrë aktivitete, pjesëmarrja në mediume, pa hezitim e profesionistëve të shëndetit mendor, duke kontribuar më larg nga ajo target grupa nga e rrethit që përfaqësojmë, duke krijuar trajnime afatgjata dhe afatshkurta, workshope, punëtori, duke dhënë shërbimet tona vullnetare ashtu siç kemi dhënë dhe do vazhdojmë të japim, në qoftë se e paraqet nevoja për shoqërinë tonë dhe të kuptojmë njëherë e përgjithmonë se psikologu nuk është vetëm për të sëmurët. Sepse stigma është kjo, gjykimi është kjo. Nëse unë shkoj te psikologu, jam e sëmur mendor. Shëndeti mendor është i barabartë me shëndetin fizik, si e thash, edhe nëse unë e thej krahun shumë lehtë kam të kërkoj ndihmë, nëse thehet
gjendja emocionale duhet të jetë i njëjti vlerësim, sepse edhe emocionet janë tonat dhe kanë nevojë për trajtim, edhe gjendja shpirtërore. Përpara se të marrim porosi nga të dyja ju, të flasim vetëm edhe në pika të shkurta me semën se sa lloje të dhunës mund të dallojmë në aspekt psikologjik. Mund të dallojmë disa lloje të dhunës, edhe atë dhunën fizike, e cila nënkupton do të thotë rrahje, goditje, thyerje të ekstremiteteve, djegje dhe çdo akt tjetër që e dëmton dhe e lëndon viktimën e dhunës, do të thotë shëndetin fizik dhe trupin e viktimës. Pastaj kemi do të thotë dhunë psikologjike, e cila nënkupton thyerje, poshtrim, nënvlerësim, manipulim, izolim nga familja, mjedisi dhe shoqëria, kontroll të emocioneve dhe kërcënime verbale. Pastaj kemi dhunë ekonomike, ku do të thotë e cila nënkupton do të thotë kontrolli i të ardhurave financiare të gruas, keqpërdorimi i parave të gruas për qëllime tjera, dhe mos lënia e qasjes së saj në burimet financiare, dhe dhuna seksuale, e cila nënkupton përdhunimin, ngacmimet seksuale dhe të gjithë llojet e ngacmimit edhe online, do të thotë me përmbajtje eksplicite dhe çdo akt tjetër që është edhe i padëshiruar për viktimën. Porosia juaj për në fund? Me qenë se gjatë gjithë kohës në dhamë porosi se kemi një shëndet më të mirë mendor, por? Porosia ime është për të gjithë qytetarët, pa dallim feje, nacionaliteti, kombësie, grup moshe, të kërkojnë ndihmë tek psikologu, profesionisti i secilës lloj fushe nëse kanë nevojë të tillë. Do të thonë, ajo që është më e rëndësishme, shëndeti mendor, është po aq i rëndësishëm sa shëndeti fizik. Andaj, le t'ja japim vëmendjen gjendjes tonë emocionale. Zonja Sema, porosia juaj? Unë kisha dash të jap porosi për të gjithë, edhe pse kisha dash Ariana të them një hulumtim që është që e ka bëu OPSE, OSBE-ja në fakt për dhunën, do të thotë sa që dhuna ende edhe në vitin 2024 vazhdon të jetë shqetësuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku do të thotë sipas hulumtimit të OPSE-s gjysma e grave në Republikën e Maqedonisë kanë përjetuar ndonjë lloj forme të dhunës dhe 14% e tyre janë ndjekur, pastaj 62.8% e grave kanë përjetuar ndonjë ngacmim do të thotë online dhe edhe më shqetësuese është fakti që gjithashtu njëjtë do të thotë OSBE ka bërë edhe një hulumtim në shkollat e mesme ku gjysma e të anketuarve kanë deklaruar se janë do të thotë 78% do të thotë kanë pas ngacmime online. Dhe porosia për në fund? Porosia për në fund është që do të thotë për të gjithë gratë që përjetojnë dhunë dhe ato që kanë përjetuar, domethënë që duhet ta dinë që dhuna nuk është faji i tyre dhe që askush nuk ka të drejtë t'i trajtojë me dhunë, që ato meritojnë të jetojnë si gratë tjera të sigurta, të respektuara dhe të lira, mos të heshtin, të guxojnë të kërkojnë ndihmë, sepse ka njerëz dhe institucione që do ju dalin, janë aty për ato dhe do ju dalin në ndihmë, dhe ajo që raportimi i dhunës është guxim dhe jo turp. Kurse një porosi sa i përket do të thotë neve si shoqëri, të mos e normalizojmë dhunën, sepse shpesh dim ta normalizojmë, por ta denoncojmë dhe ndalojmë atë, të mbështesim gratë që përjetojnë dhunë dhe mos i paragjykojmë dhe të jemi me ato kur përballen me këto vështirësi, të edukojmë fëmijët dhe brezat e rinj, do të thotë për barazinë gjinore, për respektin ndaj gjinisë tjetër dhe dashurinë pa dhunë. Ndryshimi vjen nga secili prej nesh dhe le ta ngrejmë zërin për një jetë më të sigurt dhe pa dhunë. Të nderuara, unë ju falenderoj shumë që ndahet nga koha juaj për të qenë sot pjesë e emisionit tonë. Faleminderit sot ti për ftesën, Ariana. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte edhe ky edicioni më i ri, emisionit të shëndetësisë. Ne bashkë do të jemi javën e ardhshme me tema të tjera. Deri atëherë mbetemi me shumë shëndet. Mirupafshim.